Atostano diti ta kupton të kohën e vet, diti kur tikte, dhe nuk i vetëm një herë. Diti tikte, diti të kthehej, por diti tikte edhe për fare. Në raportin e konceptit qendrit një njeri, e kam tokë për të këptuar, sidomos edhe para sistemit, unë bëjmë mend një rrëfim nga motra ime që e ka pas pedagog të shkencave të natyrës, ai ka qenë te ekonomiku, po jepte në ekonomi politike, dhe më bëjmë mend se ma tregonte me shumë kuriozitet në atë kohë, edhe të flisje në vitin 87-88 me atë gjuhë për shembull, thotë kur e pyet një nga nxënësit i thotë profesor çfarë është kapitalizmi, dhe ai thotë që do të përgjigjem shumë shkurt, thotë se s'kemi kohë ta shpjegoj, thotë por është një burr që shqetësohet se çfarë makine do t'i blej çuni të tretë me gruan e dytë. Pra, nuk kupton që ka ndryshuar praktike hall luksoz, makinash, domethënë nuk ke më këto problemet është gruaja e parë apo gruaja e dytë, gjërat pra i tha sikur gjitha sikur parashikoi edhe vetveten. Një periudhë kohë që Shqipëria vuante edhe për ushqimet e ditës. Në këtë raport unë mendoj që ai ishte shumë i qartë.